Plastik, qelçe e materiale të tjera të shpërndara si dëshmi e pakujdesisë si disa prej atyre që kaluan momente të gëzueshme, por në fund nuk i mblodhën mbetjet, por i lanë në natyrë. Kjo ishte gjendja që gjetën 10 vullnetarë antar të Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve peizazhin e mbrojtur Pishporo në zonën turistike të Derzezës në Fier gjatë një aksioni pastrimi. Ky park frekuentohet nga qindra vizitorë gjatë fundjavës nga zonat përreth, por edhe nga e gjithë Shqipëria, por ndotja që kanë prodhuar është e madhe. Ndaj edhe drejtuesi i Korpusit të Vullnetarëve kishte këtë mesazh. Nuk mund të mbahet Shqipëria pastër duke u pastruar, por mund të mbahet vetëm duke mos u ndotur. Një apel për pushtetin vendor dhe autoritetet e tjera që janë përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit. Do duhet një vëmendje maksimale. Aksioni të pastrimit të Pishporos ju bashkua edhe administrata e zonave të mbrojtura në Fier. Të bëjnë kujdes me mbeturinat, mos t'i hedhin ato nëpër këto habitate natyrore, gjithashtu edhe të tregojnë kujdes për zjarret që ndezin nëpër vende jo të caktuara. Vullnetarët këtë vit janë angazhuar për pastrimin e disa zonave bregdetare dhe në brigjet e lumit Vjos.